me antivlera. Shembull, sot ki shumë prodhim, shumë krimtari, po nuk është produktive. Jo, me ka të më thëmë, dikur kemi pas hitet pa vdekshme, tashin hitet sezonale. Për shkak se është komercializu gjithçka, edhe trendi është i tillë që ta determinon ashta edhe mënyrën se ti çush krijon edhe çka krijon. Për shembull, dikur kemi pas radio televizionin e Prishtinës, edhe unë e pamundur me dal dikush me jap mundësia me dal në skenë, nëse nuk i ka plotësuar ato kriteret bazë që ka qenë zyri. Sot më shumë është fotografia se sa ajo paraqitja e cilën e ka ose talentin një person. Mundoj me modernizimit ju kemi përshtan disa aspekte, qysh e ceka ata i teknologjisë, besoj që kemi qendra inovative dhe njerëz që kanë përshtatë jashtëzakonisht mirë. Në aspektin institucional, sot kemi shumë shërbime që ofrohen online, cilat nuk ka nevojë me qenë prezant fizikisht. Në këtë drejtim, po, i kemi përshtatë si shoqëri. Në disa aspekte tjera më duket kur kërkojmë u arsyetuam veprimet tona, thirremi në modernizim. Duhet më përshtat kohës, thojmë, është koha